Për të nisur bisedën për këtë temë të cilën e bëjmë të ditur përmes kronikës që patët mundësi ta ndiqni, të ftuar kemi Granit Cana. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje juve, spori veç deshta me cek, dona jam sebeb te këtu, faleminderit për ftesën, po për shkak të gjendjes rëndimit të shëndetësisë që kom pas, është dashur me anëlu disa intervista, disa emisione, ku fatkeqësisht nuk është gjithë diagnoza, po sot jam sebeb te këtu, kështu që njaku jam. E vlerësoj shumë, uroj t'jesh mirë, me shëndet, shpresoj që nuk është asgjë serioze. Bëhet mirë. Faleminderit që na ke pranuar. Faleminderit juve. Alja Ferunaj, përshëndetje, mirë se erdhe, Alja. Përshëndetje, mirë se u gjeta, urime për emisione, edhe faleminderit për ftesën. Dhe DJ Jajki, përshëndetje, Jajki, a mund të drejtojmë Jajki ajo? Jajki po, Jajki mirë është. Ky është emri i vërtet përveç këtij artisti? Bujar Haziri. Bujar Haziri, mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë që keni ardhur sonte. Do flasim për jetën e natës, ashtu siç e treguam edhe po në kronik, do mundohemi ta përmbledhim pak a shumë jetën e natës në të gjitha dimensionet, por më duhet një përkufizim i juaj. Ju të tretë keni pak përvojë me jetën e natës, se përkufizoni ju jetën e natës? Po fillon atë fillojnë ladies first, okej, në rregull. Spori ndeshta mi cek disa pika, për shkak se me siguri është interesant për shikuest. Unë po buën afro 2 dekada kur kom fillu me daljem, kun si një minok i vogël, as mjekër s'kom pas mjaftueshëm. Po në atë kohë kon të tërë sistem, do me thonë, e moj menë o kun sprejnë vetërnik, e din shumica, kur shkojshim aty, do me thonë, e gjejshim një shok që o kun mrenda, edhe dilke e jashtë, e bëjshim me ujë edhe pasitshim këtë vullëm për me i mrena, o kun qaq problem, do me thonë, me i mrena. Aty, do me thonë, ka qenë ma ftirë me hi mrena në klub, se so me morë vizë me doli jashtë venit. A ka qenë kriter mosha, apo? Mosha, unë jem koni rinë atë ku, se 16-17 vjet i kom pas, po jem koni gjenshëm ishte isha unë, do me thonë, edhe gjesha naj shak, naj diçka, bëjsha dhe isha. Po o kun sistemi, do me thonë, struktura o këshyrë shumë. Struktura njerëzve, o kun e zgjedhën shumë, kurse sot është të tërë muhabet, do me thonë, sot e këshyrë ma shumë pazarin edhe biznisin, o kuptan. Sot është qëllimi, mi bot disa femnat mira, ku me zhvillu neja. Nëse do me thonë që janë ato femnat mira, edhe meshko që vinë ikin, se lufta bëhet për femna. Po sot fatkeqësisht është rejtu mishë, o rritë nofta, kështu me rrallë. A është kriter mosha, a lejohen, do më thonë, personat 19 vjeç me hy ashtu lirshëm në një klub nate, Alja? Do thoja deri diko. Deri diko, do me thënë ka raste normalisht që me rregulla zyrtare është ajo që supozot kontrollojnë ID e tjerë, po nuk është që kam parë, dhe në qofë se normalisht si femrat, si meshkujt, në qofë se duket pak më majoren, atëherë nuk është që i pyet njëri të drejtë. Dhe përtho është më shumë nga pomja, jo që realisht i kontrolloni dhe shikoni sa vjeç. Më falë që pjo ndërprejve që une... Fatkeqësisht, a? Okej, jo, në rregull unë aty ku punoj, zakonisht si të shojnë që dyshojnë pamje që është i ri, me njëre lipin kartën e identitetit. Dhe me thonë nuk mund është me i nëse e në 18, edhe kontrolat janë gjithmonë, zakonisht se mundet me konë dikush me nej armë, të stëftës e armë, a koptën. Kështu që kontrolat janë domosdoshme, se njëta natës nuk i dije që lën dikush ndikim ose a koptën. Ndodhin këto sene. Jajki, profesioni ytë ta mundëson, fakt ne e bisedume dhe pak para se me hyrë në emision, që ju jeni në punë edhe jeni duke bo muzik, po duket sikur e keni të gjithë klubin në kontrolla, shihni gjithë qka. Qka të karo me pa mësë shumë të kështu gjatë këtyre viteve karrierë që ke si DJ në Kosovë? Po, zakonisht, qysh edhe ceka, edhe pse jam punë, nikosisht edhe qefe edhe pi edhe vete, kontrolloj dhe më thonë edhe nejen, adin që shka mborët edhe pe i DJs, po kështë roste diçka specifike s'po di, po të shenë njeri të gjenje, të shenë njeri shumë të pi, se ti realisht ishe edhe njerës qysh vinë në klub edhe kur doljen, adin edhe mrena notë ndodhë gjithë shka, po si të roja, si të pirja, si gjithë shka ndodhë mrena notës. Diskutimin cilin po e bëjmë sot, në fakt kemi marrë shkas nga një lajmë në Britani të Madhe, ku një vajzë 18 vjeçare ka dalë në një klub nate për herë të parë për të festu ditëlindjen e saj, edhe ka pranu një pije për një të panjohuri. E mandej në atë pije janë gjetur 2 substanca narkotike, 2 lloje të drograve, njëra për qëllim të humbjes të vetdijes, e tjetra për ta paralizuar. Edhe fatkeqësisht kjo ka ndodhur. Në këtë rast kjo vajza është shtruar në spital pas asaj nate dhe mandej ka qenë në një gjendje të mirë shëndetësore, por ka përjetuar një krizë, sepse gjithë fytyra ju është mpi.
A keni dëgju raste të tilla që ndodhin në Prishtinë? Në Prishtinë të them të drejtën. Po. Alja është edhe në Prishtinë edhe në Tiranë, në të dyja. Po që do thoja ekzistojnë si histori, do me thënë kam dëgjuar histori të ngjashme, por që diçka unë konkrete të them drejtën nuk është që kam dëshmuar, po që ekzistojnë për shembull në disa vende të caktuara, thuhet që ka ndodhur edhe gjithmonë për shembull përgatitemi, paktën unë me grupin tim e kemi gjithmonë përgatitemi për më të keqen në thonjza. Gjithmonë marrim ato masat e sigurisë kur i thojnë, por që diçka specifike jo, të them të drejtën, por që ekziston. A del shpesh Alja në për klube? A e frekuenton kështu jetën e natës?